si është e mundur, në kohën kur sheshi Tetovës i rikthehet emri Marshall Tito, shqiptarit Tetovës protestojnë atje për flamingot. Si shpjegohet kjo? Nuk ka arsye. Rruga kryesore që e ka JNA. Dhe për ironit fatit, ajo është rruga ku është ndërtesa e komunës së Tetovës. Ajo quhet rruga JNA. Ju pyes si një aktiviste që keni qenë, si një pjesëmarrëse në jetën publike prej vitesh, çfarë ka ndodhur atëherë shoqërisë tonë shqiptare këtu, që për problemet këtu është e heshtur. Si e shikoni ju këtë moment? Nuk e di unë ky sistemi politik të ne, për shembull zgjedhjet, listat e mbyllura, ndoshta ka bërë që poltronizmi të jetë tritë deri në këtë mas, poltronizmi. Kurse liderët partijak preferojnë të kenë njerëz të cilët janë të dëgjueshëm. Dhe njerëzit e dëgjueshëm janë ato njerëz të cilët kanë dinjitetin e kanë të panjohur. Kjo është në strukturën partijake. Por çfarë i pengon një njeriu të zakonshëm të reagojë ndaj një fenomeni që krejt si shoqëri e dënuam? Sepse ne e dim si funksionojnë partitë tona, po ato nëse është në pushtet, ai të kushtozon për një vend pune të dikujt, të familjes vet, njerëzit thjesht nuk e kanë guximin që dalin në rrugë, sepse ashtu funksionojnë partitë politike, i shohin fotografit, kush është ky, ky ka qenë protest, nuk ka drejt sepse djalin, baba i vet ka qenë protest, djalin si ashtim punë, dhe në një shtet varfër, siç është Maqedonia, dhe i cili varfrohet akoma më tepër, është shumë e lehtë ti ta krijosh një masë të tillë, sepse është një masë e varur nga partia politike.